إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi në takimin e 7, duke I komentuar fjalët e Allahut Madhëm për mbledhjet e gjuzëve të Kuranit. Tash jena me pjesën e 7, ku vazhdojmë inshallah me surën apo kapitullin Al-Maida, edhe inshallah të dalim në këtë pjesë edhe tek surja Al-An'am. Vazhdojmë inshallah me ajetet e Allahut Madhëm, duke provuar që mi nxjerr disa prej kuptimeve të cilat na duhen neve praktikisht në jetën tonë. Bashkë me mua në këtë takim janë edhe dy hoxhallar shumë nderuar si zakonisht, është Hoxh Mirsimi edhe është Hoxh Blerimi. Para se me u dhon fjalën, lejoni që më ndal tek një ajeti apo disa ajete të Allahut Madhëm, pra fjalët e tij, që të flasin për një mesetari të cilën duhet ta kemi në jetë, duke fillu prej ushqimit, mirë po që vlen në përgjithësi në secilën çështje të jetës tonë. Thot Allahu Madhëm Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu." Thot o ju besimtar, mos I ndaloni të mirat e pastra që Allahu ka bërë të lejuar dhe mos I teproni. Ky ajet në bazë një numri të madh të mufesirëve ka zbrit si shkak I atyre 3 njerëzve që është tregimi I njohur, kur kanë shkuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë pyet për adhurimin apo jetën që ka organizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrjedhimisht ju ka dukë që adhurimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është edhe I mjaftueshëm, pastaj ka transmetime të ndryshme për zotimet e tyre. Njëri prej tyre ka thënë që do të falem shumë natën, s'do të flej, tjetri do të agjeroj gjithë jetën, s'do të ha, dhe tjetri s'do të martohem në kuptimin që do të izolohem me adhurimin e Allahut Madhëm. Rrjedhimisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që kjo rrugë nuk është rruga e duhur dhe na ka treguar që mesetaria është ajo që kërkohet, dhe në këtë formë Allahu I Madhëm pra e potencon këtë pjesë në Kur'an që më mbet mësim edhe për neve deri në ditën e Kiametit. Pra nëse I analizojmë këtë fjalë të Allahut Madhëm, e shohim që në fe kërkohet ekuilibër, nuk don shtrëngim, nuk don teprim, as në hedonizëm, që është dhënia pas kënaqësive të Allahut, dhënia pas kënaqësive, pra një jetesë që vetëm me u kënaq, pra me haru pjesën shpirtërore, thjesht me ofru mas kënaqësive, e as asketizëm I teprum, që është lënia, domethënë menjane e dunjos në tërësi, e që është e gabuar gjithashtu. Pastaj pra e dim që halali është I lejuar, prandaj s'ka nevojë edhe me ndalu vetes. Këtu e kam parasysh edhe një ngjarje që transmeton Mesruku, tregon për një burr I cili ka shkuar te Abdullah ibn Mesudi, edhe kur është sjell një ushqim aty, Abdullah ibn Mesudi I ka thënë afrohu edhe merr për ushqimit. Ai I thotë që unë jam betu që nuk e ha këtë ushqim. Atëherë Abdullah ibn Mesudi I thotë, haj ushqimin edhe bën kefaret, pra për shkak të shkeljes së premtimit. Edhe ja citon këtë ajet: "O ju që besuat, mos I ndaloni të mirat e Allahut, pra të mirat e bukura dhe të mirat që I ka lejuar Allahu Madhëm." Këtu Hoxh Blerim duana me pas parasysh se mas këtij ajeti vijnë ajete tjera ku Allahu I Madhëm pra na tregon që besimtarët betohen. Mirpo jo çdo herë betimi është I drejtë, jo çdo herë duhet me u betu. Pastaj ka dhe raste kur betimet shkelen. Çka na mëson Allahu I Madhëm përmes ajeteve të surës Al-Maida në raport me këtë? Po, hoxha Allah shpërbleft, me një herë pas atij ajetit kur Allahu I lartësuar na I thirr besimtarët që ti mos I ndalojnë ato ushqime që Allahu I lartësuar ajo ka leju. Allahu I lartësuar përmend një ajet tjetër më një herë edhe përshtatet me këtë ajetin paraprak për shkak se njerëzit në përgjithësi për mi ndalu vetes diçka janë betu. Dhe Allahu I lartësuar tani e tregon dispozitën e betimeve, dhe kur Allahu I lartësuar I merr në hesab, kur I merr në llogari këto betime, kur ndeshkon dhe kur nuk ndeshkon. Dhe pastaj I tregon Allahu I lartësuar se si besimtari duhet të jetë I kujdesshëm ndaj betimeve. Dhe thot Allahu: "La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman." Allahu I lartësuar nuk I merr në konsiderat ato betime të cilat I keni bëu pa qëllim. Dhe këtu shohim se betimet kanë bëjnë me zemrën.
varësisht se kur je i vendosur për ato betime apo jo, kur e ke me plot mend dhe kur e ke vetëm si fjalë goje. Është fjala për qëllim ato betimet që kur të pyet dikush, a ke qenë këtu? Po valla isha, jo valla nuk isha, këto fjalët të cilët shoqërohen me një përgjigje dhe përmendet emri i Allahut të lartësuar, sikur nuk përmendet me qëllimisht për betimin për të cilin Allah i lartësuar ndëshkon apo merr në llogarinë ato. Pra është betim që shqiptohet, mirë po besimtari nuk e synon. Pra nuk e pikrisht është betim që shqiptohet, është si fjalë goje, mirë po nuk e ka besimtari qëllimisht betimin e plot për të cilin zotohet për një çështje në të ardhmen. Pra këtu e kemi të qartë se nëse shikojmë betimet ndahen në 3 kategori. Betimet të cilat bëhen jo qëllimisht, janë ato si fjalë goje, jetës të përditshme, megjithatë besimtari edhe në këto raste duhet të jetë i kujdesshëm sa të ketë mundësi. Betimet të cilat besimtari këto të parat. E dyta, betimet të cilat janë ato për çështje të ardhmes, ku besimtari me plot mend betohet që këtë çështje do ta bëj, këtë çështje nuk do ta bëj. Janë premtime, të cilat i shoqëron me betim. Pra, premton për diçka të ardhmen duke u betuar. Sakt, i premton Allahut një farforme, e shoqëron atë premtim me betimin në emrin e Allahut, duke përdor wallahi, billahi, duke përdor fjalën për Allahun, e kështu me radhë, varësisht siç nën kuptohet betimi në gjuhën e një populli. Pasha Zotin, pasha Allahun, do ta bëj këto, pasha Allahun nuk e bëj këto. Dhe nëse e kemi plot mend, atëherë nëse e thyen atë betim, atëherë duhesh ta shpaguash atë. Kjo është pra kefaria që përmendet. Kjo është ajo kefaria për të cilën përmendet në ajetin Kur'an. Dhe nëse shikojmë cili është ai kefareti apo shpagimi i këtij betimi, është që Allah i lartësuar këtë shpagim e ka marrë vetë përsipër duke e sqaruar fjalë për fjalë se cili është kefareti apo shpagimi i këtij betimi. Dhe thot Allah i lartësuar në Kur'an, fa kafaratuhu it'amu 10 masakin. E para është mi ushqy 10 të varfër. Pra shpagimi për një betim të papërmbushur, një premtim i shoqëruar me betim, është njëri prej shpagimeve është ushqimi 10. Ushqimi 10 të varfërve. Dhe pastaj Allah i lartësuar thot min awsati ma tut'imuna ahlikum. Prej atij ushqimi mesatar që i ushqeni anëtarët e familjes juaj. Pra as ushqimin më të dobtin, po as atë më të shtrejtin, po një ushqim mesatar me të cilin ju ushqeni familjen e juaj, ti ushqeni 10 të varfër. Dhe këtu e kemi Allahu i lartësuar ja ka dhënë besimtarit në rast që betohet edhe shkelat betim apo betohet për një çështje për shembull është e pëlqyeshme në fe, apo betohet për një çështje që nuk do ta veprej. Megjithatë është e pëlqyeshme në fe, preferohet që ta thyen atë betim e ta bëj atë vepër të pëlqyeshme. Sikurse rasti që përmendëm për atë Abdullah ibn Mesudi, i cili e ka privuar veten për një ushqim që ai ka pas lejuar, edhe pra i thotë Abdullah ibn Mesudi që do të prish betim. Po, me prish betim. Duke e shpagu, duke i ushqyer 10 të varfër me ushqim apo duke i blen këtë rast veshmbathje për 10 të varfërve dhe lirimi i një robi nga slllavëria. Kur jemi tek ushqimet duhet të jenë nga ushqimi i popullit dhe ushqimi është për qëllim, si e përmendi Ibn Qudame, duhet të jetë ushqim dhe jo vlerë monetare, për shkak se rolin të cilën Allah i lartësuar përmend në ajet është ushqim. Edhe këtu e shet objektiven e madhrimit të fesë së Allahut dhe dispozitave dhe shpagimit të tyre që ti të kërkosh ushqimin, ti kërkosh të varfrit dhe t'ja u japësh atë ushqim. Sa kthehet kur e kupton të mirë të shoqërisë. Po, të mirën e shoqërisë. Pastaj veshmbathje dhe kanë përmendur dietarët se sa është ajo sasia apo kufiri këtu në rrobave, kanë thënë disa prej dietarëve që duhet të jetë sa e mbulon avretin e dikujt që ta fal namazin. Pra rrobat e zakonshme të cilat i vesh dikush sa që mi fal namazin, me mi pas namazin e pranueshëm, apo lirimin e një robi nga slllavëria që për kohën e sotit nuk janë të mundshme. Pra është zgjedhje ose duhet to 3 janë zgjedhje. To 3 i përmendëm, do të falni 3. Domethënë është ushqimi, veshja apo lirimi i një robi. E nëse këto 3 nuk plotësohen, nëse nuk arrijnë, atëherë kalon tek agjërimi. Agjërimi i 3 ditëve të një pasnjëshme. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, "Fa man lam yajid", kush nuk i gjen ato 3 para, pra as është i varfër, nuk ka mundësi blej ushqim, apo nuk mund të arrijë të blej veshmbathjet, nuk gjen rob të lirën, atëherë kalon tek agjërimi, që është 3 ditë të një pasnjëshme. Dhe pastaj Allahu i lartësuar thot, "Dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum", kjo është ai shpagimi i atyre betimeve të cilat i keni shkel, "Wahfadhu aymanakum", dhe Allahu i lartësuar e përsërit atë urdhën që të jemi të kujdesshëm në çështjen e betimeve. Dhe shohim këtu në çështjen e betimeve, përveç që besimtari duhet të jetë i kujdesshëm
ti përmbush ato betime apo ti shpaguaj me përpikmëri, duhet të kujdesshëm një çështje çfarë është e përhapur fatkeqësisht në popullin ton, është betimi në diçka tjetër pas Allahut të lartësuar. Dhe kjo është njëra prej fatkeqësive të kohës sonë. Madje betohen është në gjuhën e njerëzve, betohen në besën. Për besë, pasha besën, pasha ujin, pasha bukën. Gjitha këto si fjalë goje, mirë po gjunahi është shumë i madh. Madje thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë nuk di që ndonjëkush prej dietarëve e ka leju këtë çështje, është me ixhman të gjithëve që është ndaluar. Madje thotë Sheikh Ibn Taymija thotë betimi në diçka tjetër përveç Allahut është shirk i madh nëse barazohet me atë nëse e barazon atë çka po betohesh me Allahun e lartësuar. Përndryshe është shirk i vogël, që i vjen përsëri është prej gjunave më të mëdha. Andaj besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm në shprehjet e tij. Edhe ky është ajo betimi apo i ndaluar që është fatkeqësisht i përhapur në popull dhe besimtari duhet të jetë i kujdesshëm nga se Omeri radhiyallahu anhu transmeton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ai që betohet në diçka tjetër përveç Allahut ka bërë shirk. Në transmetim ka bërë kufër. Është fjalë për shirkun e vogël, është porosia hoxh e këtij ajeti është keni kujdes nga betimet. Pra mos u betoni pa nevojë, sepse betimi në Allahun e Madhëruar është diçka e madhe. Edhe nëse duheni me u betu, atëherë dini që duhet me u përmbajt. Edhe nëse e dini që duhet me u përmbajt, që atëherë betimi të jetë vetëm në emër të Allahut dhe jo në dikon. Sa të jetë vetëm në emër të Allahut, nga se se çfarë është betimi në fakt? Je ka madhron atë çfarë i ka thu apo premtimin. Dhe kur ti e madhron një çështje dhe don mi madhru atës me një krijesë me krijesave të Allahut, atëherë nuk e ke madhru Allahun e lartësuar. Nëse më lejon, e kisha treguar një rast kur ishim në studime. Kishim si pjesë të praktikës të shariatit, me shku me marr pjesë me një seancë të gjykatës. Dhe përveç nëse shikojmë cilat janë ato 3 llojet e betimeve, ke betimi i parë që nuk merret në konsiderat, është fjalë goje, betimi që merret në konsiderat dhe duhesh ta shpaguash, dhe betimi i rrajshëm. Apo ndryshe quhet yemin al-ghamus, në gjykat kam qenë dëshmitare një betimi, para se më dalë të gjykata. Shpjegimi për cilën lloj betimi të bëhet këtu? Për betimin e dytë. Për betimin e llojit dytë. Po. Për betimin i cili bëhet për një premtim për të ardhmen. Po. Ndërsa betimi i ghamus, betimi i rrejshëm për diçka çfarë e zhyt atë betuesin në gjunahe, është ajo zakonisht çfarë bëhet për të kaluarën. Nuk e kam bë. E mohon dhe betohet në Zotin rrejshëm. Dhe më lejon ai rasti në gjykat. Ishte një rast kur ishte ai në fakt akuzuesi kërkonte nga gjykata për tek ai të pandehurin një çështje të caktuar. Dhe e dimë ne se nga shariati është që ai që akuzon duhet të sjellë argumentin. Ndërsa i pandehuri bara e provës mbien mbi atë që e sjell akuzën. Po. Nëse nuk ka, atëherë mund ta kërkojë betimin e të pandehurit. Dhe gjykatësi pasi që kën i akuzuesi në fakt nuk kishte argument, e kërkoi që të betohet i pandehuri që nuk e ka bë filan. Po. Dhe gjykatësi në atë rast asnjëherë nuk e kam përjetuar madhrimin e betimit sikurse në atë rast. Së pari e ngriti në këmbë dhe i tha e friksoj për Allahun e lartësuar. E friksoj ruju se është dita gjykimit e gjatë. Më mirë është që ta pranosh fajin nëse e ke bë, se sa të betohesh rrejshëm në Allahun e lartësuar. Dhe pastaj e urdhëroi që të betohet yemin al-mughallada, betim i shumëfisht me emrat e Allahut të lartësuar dhe cilësitë e tij. Ishte tërqethës, domethënë aq dëshiroja që ta pranonte fajin e mos betohej ashtu. Nga betimi që tha, u ngrit në këmbë dhe tha la ilaha illallah, alimul ghaibi wash-shahada, u betu duke përmend emrat e Allahut të shumëfirë, se dhe atribuohen për dijen e plotë të Allahut, i cili ditë të fshehtë. Si që një të dukshme dhe të padukshme, i një thellësitë e zemrave dhe e përsëriti disa herë. Po para se të shprehte këtë fjalë, gjykatësi i tha është më lehtë që ta pranosh fajin nëse e ke bë, dënohesh për pak në këtë dunja se sa të ndeshpëton se sa të ndeshkohesh nëse ka bën rrejshëm. Pikërisht. Kjo ishte njëra prej mësimeve që e kisha për shkak të madhrimit të betimit dhe besimtari duhet të jetë i kujdesshëm që të mos ta ketë betimin si fjalë goje për çështje të imta të jetës së kësaj bote. Allah shpërblet hoxh. Hoxh mirësim, të kalojmë tek pjesë tjera, pra pak a shumë e theksum rëndësinë që ka betimi, edhe kjo është për shkak të betimit që e bëjmë në Allahun e Madhëm. Po Allahu i lartësuar disa prej gjërave në këtë botë i ka bërë të shenjtë dhe i ka zgjedhur. Prej tyre është edhe qabja
edhe në këtë vargun e ajeteve përmenden në një formë shumë të bukur. Çka muj me nxjerr prej kësaj, në mënyrë që me zbatu pastaj edhe me jetësu në përditshmëri. Faleminderit. Saktësisht qabja në narrativën kuranore vën si kible, vën edhe me domethënjet e veta që dihen për muslimanët, madje ndoshta dihen edhe për të tjerët se është pjesë e kulturës së përgjithshme dhe të tjerët me njoftë se muslimanët e kanë qabën të shenjtë. Mirë po, në ajetin që ki fjalën hoxhë nderuar, është një pjesë që besoj na ndihmon shumë për me reflektuar tek një domethënie shumë madhështore. Allah subhanahu wa taala në këtë ajet e përmend që qabën edhe shtëpinë e shenjtë edhe muajt e shenjtë edhe qurbanët që therrën për Allahun gjatë haxhit, thotë i ka bë qiyamen linnas. I ka bë ngritje për njerëzit. I ka bë ngritje për njerëzit. Fjala qiyam është shumë e rëndësishme munal të fjala qiyam. Po çdo edhe ajetin komplet. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman lin-nas. Allahu shtëpinë e shenjtë, qabën, xhaminë e shenjtë e ka bë qiyaman lin-nas. E ka bë ngritje për njerëzit. Ka një mori interpretimesh, po të gjitha sillen të një domethënie që është shumë interesante. Sikurse na thot Allah subhanahu wa taala, për sa kohë që adhurohet Allahu tek shtëpia e shenjtë, njerëzit do të ekzistojnë. Do thotë, kush ua garanton vazhdimësinë e jetës, ua garanton vazhdimësia e adhurimit të Allahut tek qabja. Kuptimin që për sa kohë që njerëzit vazhdojnë me shku në qabe, vazhdojnë me shku me bë haxh edhe umre, vazhdojnë me shku me fal, vazhdojnë me adhuru Allahun, për sa kohë që ka njerëz që kthehen nga kibla, nuk bëhet kiameti. Domethënë, qiyamen linnas është për qëllim ngritjen, kuptimin e arsyes së vazhdimësisë ose arsyes së vlefshmërisë së ekzistimit të tokës. Për arsye ne kemi ato transmetimet që kur nuk ngel kurkush në tokë që e përmend Allahun, Zoti e bën kiametin. Në kuptimin që kjo botë mos vlen. Pse vlen me ekzistu bota? Vlen sa ka dikush që të përmend Allahun. Prandaj është një domethënie që kanë përmendur disa autorë që në një farë forme pabesimtarët na janë borxhli, kushtimisht thonë. Sepse ata edhe bota edhe dielli edhe gjithçka këtu në tokë vazhdon se ekzistuari me lenë Allahut, shkaku se në tokë adhurohet akoma Allahu subhanahu wa taala. Pra, për aq kohë derisa ka njerëz që bëjnë tavafin qabe, i cili nuk nalet. Se janë disa paralajmërime fetare, domethënë që kanë bënë me fundin e kohës që rrënimi i qabës e kështu me radhë, e që është në përputhshmëri me këtë domethënie, që kur në qabja braktiset, njerëz nuk e adhurojnë Allahun. Nuk ekziston riti i vizitimit të këtij vendi të shenjtë, i bie që botës më është ofruar fundi. Mirë po. Përpara se ndoshta me nxjerr vetëm këtë domethënie kushtimi thon sipërfaqësore, është e rëndësishme me kuptuar që adhurimi i Allahut subhanahu wa taala e bë ka me vlerë tokën. Dhe mungesa e adhurimit të Allahut subhanahu wa taala e bë ka të pa vlerë ekzistencën. Dhe në një farë forme kjo është edhe realiteti i njerëzve që nuk adhurojnë Allahun. Domthonë dikush që nuk e adhuron Allahun, ajo është në gjendjen qysh ka mu konë bota para se mu shkatron. A është e qartë? Domthonë qysh do të jetë dita e fundit e botës pa adhurim të Allahut dhe rrjedhimisht ajo shkatrohet, edhe bëhet kataklizma, bëhet kiameti. E njëjta vlen për gjithë këtë i cili jeton pa adhurimin e Allahut subhanuhu teala, ndaj është tani domethënë aty tek ajetet që Allah subhanuhu teala në sajt të qabës po jep siguri njerëzve kështu më radh. Siguria ka të bëjë me pjesën që jena të garantuar që nuk do të shkatrojnë iman. Dhe me një farë forme njerëzit që nuk e adhurojnë Allahun subhanuhu teala janë të pasigurt. Ndaj njerëzit kur kanë guxim me braktisë adhurimet ose kanë guxim me jetu pa adhurime, është mirë me spikat pikërisht këtë domethënie. Domethënë ti je i sigurt në braktisjen e diçka që të jep, do thotë ta humb garancionin e përjetshëm, që domethënë xheneti i Allahut subhanuhu teala, po edhe në dynjë garancionin për hidhurimin të Allahut subhanuhu teala. Ndaj disa prej domethënieve fetare nuk duhet me u lexu me këtë kurreshtjen e njerëzve për shenjat e fundit. Sa duhet ato shenjat e fundit me këtyn në shenjat e sotme. Domethënë shenja e fundit është që bota shkatërrohet pasi të humb besimtari i fundit. Atëherë, a nuk është e shkatërruar me një shtëpi pa besimtar? A nuk është e shkatërruar me një shoqëni pa besimtar? A nuk është një rreth shoqëror i shkatërruar? Për shembull, ti kur fjala bie, për shembull, thotë nuk jam i lumtur me rrethin shoqëror. Po analizo sa besimtar kanë çatë rreth shoqëror. Që vjen domthon ti je në gjendjen e kiametit. Sikundër që edhe me këtë ndoshta po e përmbyllit që mos të zgjatem, ky ajet i demonton iluzionet e atyre që e kanë tendencë të leximit për ngutës të shenjave të kiametit, ndërkohë që ne shohim çdo ditë më shumë njerëz që shkojnë qabe, çdo ditë më shumë elhamdulillah Allahun, çdo ditë më shumë gjallënohet do thotë vizitimi, po edhe ajo dashnia dhe përmallimi i njerëzve për të qenë më shpesh atje dhe më shumë adhuro Allahun,
qoftë nëpërmjet haxhit, edhe nëpër umrës. Dhe kjo është një prej ajeteve shumë qarta që ne e dimi se ajo as nuk përngutet, ajo është caktimi i Allahut kur ndodh, mirë po domethënë të mos shlohen njerëzit në interpretime me hamendjet që janë bëjnë interesante në këtë kohë, po që të koncentrohen në përmirësimin e tyre. Domethënë kur ka ardhur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shenjat e kiametit, për kiametin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka fol shumë këtë drejtim, ka thonë çka ki bogati për atë punë. Domethënë thelbi është përgatitja dhe thelbi në këtë ajet nuk është thjesht me kuptuar që qabi është arsyeja e ekzistencës së tokës, i shenjë, jo si arsye themelore, po si shenjë që e vazhdimësisë, po na me ndje domethënë që përderisa na kthehemi ka kibla, përderisa na qabën e kena kibla, përderisa na falemi, përderisa adhurojmë Allahun, jeta jonë është jetë e mirë. Përderisa jemi larg prej kiblës, domethënë jemi në një farë kiameti, edhe nëse nuk po e ndjejmë. Allah shpëlbeft, pra para çka sa ekziston qabja në jetën e besimtarit, edhe jeta e tij inshallah është e mirë. Në moment që kibla, domethënë nuk e ka kibla, nuk e ka namazin, nuk e ka islamin, nuk e ka fen, atëherë aq sa i mungon kjo nga jeta e tij, aq është edhe e rënuar, Allahu na ruaj. Hoxhberim më pas kalon tek disa ajete ku Allahu i Madhum e shfaq nisken të kiametit, pra. Nisken e cila ndodh pas kiametit e pas ringjalljes, kur pyetën pejgambert edhe pyetën për popujt e tyre, edhe përgjigjen duke thënë la ilme lena. Ne nuk kena dituri. Shumë e kam pa shumë pe komentatorëve thonë që këtë shprehje kanë thonë nga tmerrja e asaj dite. Sepse pejgambert, nëse dikush janë ditur, atëherë janë pejgambert e Allahut, meqense ata janë kanë të lidhur me shpalljen. Dhe pastaj është edhe dialogu me Isain alayhis salam, ku flitet për përgjithësinë profetike dhe shmangjen e teprimit në dashuri që çon në pretendimet të hynizimit. Pra shkon deri jashtë. Çka më thënë më shumë për këtë pjesë? Pikërisht Hoxha këtu janë ajetet e fundit të surës Maide, ku Allah i lartësuar përmbyll tregimin apo tematikën e kësaj sureje, duke përmbyll me tregimin kryesor edhe nga ka marrë edhe emrin surja Al-Maide, ajo sofra me ushqim mbi të cilën e kërkojnë besimtarët apo pasuesit e ngushtë të Isait alayhis salam. Në fillim të këtyre ajeteve Allah i lartësuar tregon këtë skenë nga dita e gjykimit që do të ndodhë. Edhe paraprin me atë pyetjen të cilën do t'ja bëj Allah i lartësuar Isait alayhis salam edhe nënës së tij Mariamës, se ata i kanë urdhëruar popullin, domethënë pasuesit e tyre që ta udhërojnë ata në vend të Allahut, dhe këtu Allahu thotë yawma yajma Allahu ar-rasula fa yaqulu madha ujibtum. Kur Allah i lartësuar do t'i bashkojë të dërguarit, pejgamberët, do të pas të ringjalljes dhe do t'i pyet si janë përgjigj popujt e juaj. Kjo përgjigje tyre ka la ilma lana. Nuk kemi një dituri. Si nuk e dim kur ata janë ballafaquar me popujt e tyre. Një jetë kanë pas vazhdimisht. Kjo është bën nga dietarët i kanë jap dy përgjigje. Njëra është nga tmerrët të cilët i shohin nga dita e gjykimit dhe gjithë secili është i përkupuar me gjendjen e vet nefsi, që ka ardhur në hadithe të tjera kur njerëzit shkojnë tek ulul azmi, shkojnë te Ademi, te Nuhi, Ibrahimi dhe kërkojnë që të fillojnë ndërmjetësimi, gjithë secili prej tyre thonë nefsi përveç Isa që nuk përgjigjet, pastaj Isa thot nefsi, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot unë jam ai dhe i jepet leja për ndërmjetësim. E dyta përgjigje, pra e para është nga përgjigja nga tmerrat asaj dite, nga frika që për të cilën Allah i lartësuar është zemruar në atë ditë sikur sa asnjë ditë më herë dhe nuk do të zemrohet në asnjë ditë tjetër posa asaj dite sikur sa atëherë. E para, e dyta është nga edukata për Allahun e lartësuar. Nga si edukat, kjo është përgjigje sikur atribim i diturisë ndaj Allahut, adresimi i gjithë diturisë ndaj Allahut të lartësuar, nga se ti e din pse nuk si janë përgjigj popujt tonë. Ti je më i dishmi dhe ja atribuojmë vetvetes pa diturinë, ndërsa kjo është sikur adresim i diturisë absolute Allahut. Përgjigja e tyre është, meqense dituria e tyre mundet me qenë sipërfaqësore. Mund me ditë arsye të cilat i kanë deklaruar njerëzit. Ndërkohë që thelbin e gjës e din vetëm Allahu, meqense i di edhe të fshehtë në zemrat e tyre. Përderisa pejgamberët i kanë gjykojnë për popujt e tyre në bazë të tyre çfarë është shfaq, brendësitë e tyre nuk ja dinë. Sikurse është në kur shkon Allahu i lartësuar, kur shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit tek Haudi dhe pengohen një grup i njerëzve që të afrohen tek Haudi, i thojnë me lajket, e thotë Allah i lartësuar pejgamberit tonë se ti nuk e di çfarë kanë bërë ata pas teje. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjykon ata si besimtarë në pamjet e jashtme, në pjesën e brendshme është Allahu i lartësuar ai që e din. Në vazhdim të këtyre ajeteve, Allahu i lartësuar i përmend disa prej begative, disa prej dhuntive të cilët ja ka dhënë Isait alayhis salam. Mirë, por çfarë vjen në sy është që sa herë që Allahu i lartësuar ja kujton këto
këto begati Isës alayhis salam. Me një farformë është duke ja kujtuar pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ato mrekulli, ato begati që ja ka dhënë, dhe këtu e shohim se vazhdimisht e nënvizon një çështje. Sikurse i fryn ato shpez me lejen time, bi idhni. Vazhdimisht bi idhni. Dhe këtu e shohim se Allahu i lartësuar kur e përmend këtë çështje bi idhni, do më tregu njerëzve se çdo veprim, çdo mrekulli që e keni pasur Isait alayhis salam ka ndodhur me lejen e Allahut. Pse po e atriboni më shumë, pse po ngritni më shumë një pejgamber që ka qenë i dërguar tek ju, më shumë se sa çdo mrekulli që ka bëu që mi dëshmu fuqinë e Allahut të lartësuar, jo mi atribu vetvetes. Dhe vazhdojnë ajetet deri në fund, saqë Allahu i lartësuar e përmend çështjen e besimtarëve, haurionëve, apo shokët e ngushtë të Isait alayhis salam, të cilët ja kërkojnë një mrekulli ta shohin me sytë të tyre. Cila është ai mrekulli? Kërkojnë t'ju sjell Allahu një sofër me ushqim në të. T'ja zbret nga qielli. Dhe Isa alayhis salam i frikson, i kërcënon në farforme, thotë keni mendje çfarë po kërkoni? Se popujt e mëhershëm, kur i kanë zbrit shenjat haptazi e nuk i kanë besu, jenë përfshin nga dënimi. Dhe kjo është ajo frika e Isës alayhis salam për popullin e vet. Një farforme tjetër, sikur pse s'ju mjaftojnë të gjitha këto argumente dhe po kërkon një shtesë. Mirë po havarionët, sipas disa komentimeve, kanë kërkuar që t'ju ngritet grada e bindjes edhe më lart, edhe më shumë, që të arrijë një farprehje të zemrës të tyre në besimin në Isën alayhis salam, dhe po ashtu t'ja kallëzojnë të tjerëve se çfarë mrekullie kanë përjetuar ata me sytë të tyre. Si rasti Musait alayhis salam pak shumë, pra aliet me në qalbin nuk që më u qetësu zemra. Sakt, njëjtin e ka thënë edhe Ibrahim alayhis salam, ndërkohë që Musa alayhis salam i ka pa ato mrekullit pamore, hapjen e detit, gjitha ato mrekulli, dhe këta kanë dashur mi pa me sytë të tyre një mrekulli tjetër. Dhe Allahu i lartësuar në fund të këtyre ajeteve dhe për fund mos ta zgjas, i thot Allahu i lartësuar i drejtohet Isës alayhis salam. Dhe këtu e kemi ne një mësim. Së pari, kur Allahu i lartësuar do t'i mbledh pejgamberët dhe do t'i merr një pyetje, ne duhet ta kujtojmë se si do të jetë çështja jonë në ditën e gjykimit kur Allahu i lartësuar do të na ringjallë dhe do të na merr në pyetje. Dhe pastaj në fund Allahu i lartësuar këtu te Isa alayhis salam i thot: "Anta qulta lin-nasi ittakhadhuni wa ummi ilahayn min dunillah." A ti ju ki thon njerëzve që të marrin mua për të adhuruar Isa edhe nënën e vet në vend të Allahut të lartësuar, si sa dy zota në vend të Allahut të lartësuar. Atëherë Isa alayhis salam e tregon atë haptazi, atë edukatën me Allahun e lartësuar dhe i thot: "Qala subhanak." Do të lartësuar është i jeti o Zot. I pastër nga çdo temet, i pastër nga çdo asgjë çfarë kanë thënë njerëzit. Dhe si ka ndodhur kjo? Thot Isa alayhis salam: "Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Nuk më takon mua të them ajo çfarë s'është e vërtetë. Dhe kjo skenë ndodh në ditën e gjykimit dhe aty janë përballë gjithë njerëzimi. Është një forme e pastrimit edhe të Isait alayhis salam, edhe të Meriemës, për asaj çfarë kanë vesh të krishterët dhe jo besimtarët, Isait alayhis salam, por njëkohësisht edhe Allahu të lartësuar. Dhe kjo është ajo dëshirësia e madhe që ndodh në ditën e gjykimit dhe në fund Allahu i lartësuar e përmend një lutje të Isait alayhis salam. Një lutje me të cilën e ka bërë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, i cili është fal natën dhe e ka bërë këtë lutje të Isës alayhis salam ku thot: "In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ato Allah nëse ti dënon, ata janë robërit tu. E nëse ti i fal, je i gjithë fuqishëm dhe je i gjithë urtë. Domethënë, pse Allah i lartësuar e përmend këtë lutje të Isait alayhis salam në fund me këta dy emra të bukura, El Aziz dhe Hakim. Se nëse ti i fal, ti je i gjithë fuqishëm. Nëse ti i fal, ata janë robërit, nëse ti i dënon, ata janë robërit tu. Po nëse i fal, nuk je ka bën nga pa aftësia jote, po nga se ti je i gjithë fuqishëm dhe i fal me urtësinë tënde dhe me fuqinë tënde. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëjtë është lutur dhe ka kajt me këtë ajet për një kohë të gjatë, derisa Allah i lartësuar ka dërguar Xhibrilin te pejgamberi jon. Dhe i thot pyete se çfarë ke, ndërkohë Allah i lartësuar ka qenë më i ditur për gjendjen e tij. I thot ummeti, ummeti jam. Atëherë Allah i lartësuar ja dërgon atë përgëzimin dhe i thot ne do të bëjmë të kënaqësh me gjendjen e ummetit tënd dhe nuk të bëjmë të dëshpërohesh apo të mërzitesh me gjendjen e tyre. Allah është përbleft hoq, kjo është padyshim këtë është një pjesë inkurajuese për gjithë shikues, për gjithë besimtarët, edhe është motivim shtesë që me kërku kënaqësinë e Allahut më dhëm në forma të ndryshme, ashtu që na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto ajetet janë të fundit, ka fundi pra përmbyllet me kaq surja Al-Maida, apo spaku për neve, pra përmbyllet me dalim inshallah tek surja Al-An'am, e cila është pra njëna prej surave mekase,
edhe është interesant se sura Al-An'am pra ka zbrit komplet. Nuk është sure e shkurt, po ka zbrit për një herë dhe ka zbrit në Mekë. Pra Ibn Abbas Allah shofinosh me të tregon se kur ka zbrit kjo sure, ka zbrit në Mekë, ka zbrit për një herë komplet surja, edhe thot bashkë me to apo duke zbrit këtë sure kanë prezantuar edhe 70.000 engjëj. Kanë ardhur transmetimi që është mbush qielli prej engjëjve. Kanë ardhur transmetimi që nga toka janë kon të radhitur engjëj deri në qiell lart kur ka zbrit kjo sure. Pra u kon një manifestim i madhështisë Allahut mëndum, një manifestim i gëzimit të engjëjve për një begati të madhe që pi zbret njerëzve në tokë. Madje transmetohet prej Esmës, vajza e Jezidit, pra Esma bint Jezid, thot kur ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam surja Al-An'am, thot unë jam kon duke mbajt atë kapistrën apo karpeshin e devës, edhe pejgamberi sa u kon në deve, thot ka dosh me I thy eshnat e devës prej madhështisë që ka kjo sure duke I zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot kanë qenë duke ju shtyp eshnat e devës prej madhështisë që ka kjo sure. Edhe kjo s'është e habitshme, s'është e çuditshme, meqense kjo sure pra koncentrohet në tauhidin e Allahut mëndom. Flet për cilësitë më madhështore të Allahut mëndom. Tregon për cilësitë tepër të larta që I ka Allahu mëndom. Edhe pastaj domethënë si tema kryesore I ka pejgambert, tregon e vlerëson thirrjen, edhe tregon edhe për ngjalljen. Hoxh Mirsim në vazhdën e kësaj sure, Allahu mëndom I citon, pra tregon pak a shumë ngjarjen e jo besimtarëve apo gjendjen e tyre në ditën e Kiametit, edhe I potencon fjalët e tyre kur ata thonë as sikur të ktheheshim pas, nuk do t'i mohonim shpallët e Zotit ton. Si me përkthy këtë thirrje praktike për pendes edhe të shpejtë edhe shmangje të vetmashtrimit fetar. Kjo është një prej skenave më të rënda të ditës së gjykimit ku njerëzit ballafaqohen me atë që e kanë mohuar, domethënë në këtë jetë. E këto është dallimi I madh mes besimtarëve dhe të tjerëve, se besimtarët kanë menduar herët për atë ditë gjykimit dhe janë bogati. Mirë po, janë disa pjesë të ky pasazh kuranor që kisha pas dëshirë me citu komplet, për arsye se ndoshta nuk ka nevojë shumë për shpjegim, sa ka nevojë thjesht është për ndalje, për reflektim. Thot Allah subhanahu wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun. Kur ne atë ditë kemi bë bashkëkajt, kemi mirë ngjall. Edhe u themi atyne që kanë bërë shirk. Ku janë ata që ju keni adhuruar krahas Allahut, po e përmend thot alladhina kuntum taz'umun. Që ju pretendojnë që ata janë të denjë mu adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala ose I merrshi për të ndërmjetësuar se kështu. Domethënë Allahu subhanahu wa taala e potencon që kjo pretendim. Domethënë ata nuk kanë qenë të bindur. Ata nuk shirku dhe përsaktimet e tyre idhujtareske nuk kanë qenë vërteta plot bindje. Kanë qenë pretendime që ata jo ka marrë mendje, kanë hamendjet e tyre që mund të madhuru dikush krahas Allahu subhanahu wa taala, ndaj ata veç pak me pas logjikuar, nuk ishin ardhen te ky pretendim. Për arsye emërtimi I parë I përsaktimeve të kota është pretendim. Dhe ne gjithë arsisoj çdo është mirë me u drejtu të tjerëve. Domethënë, ju më thon besimet e juaja, dogmat e juaja. Fillimisht më thon pretendimet e juaja, se këto janë pretendime. Pastaj thot Allah azza wa jall, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Pastaj nuk ju ngeli aty në vetëse më thon o Zot, me bë ben Zotin, pasha Allahun, nuk kemi qenë domethënë idhujtar. Vjen e dyta, krahas pretendimit, vjen guximi I tyre në ditë të madhe me gënjy, edhe me rrejt. Kurse këta që rrejnë tukon tokë për Allahun subhanahu wa taala. Këta edhe kur dalin për Allah, kur ta shohin atë vërtet madhe, edhe dojnë mu kthy, këta prap janë të tillët, gënjeshtarët. Nuk mund me u shkëput prej vesit tyre. Bravo, nuk mundën mu shkëput prej kësaj karakteristike të ulët që e kanë, që japin drejt vetës me gënjy. Po këtu ka të bëjë me atë çka ndoshta lidhet edhe me pjesën e Hoxhës Blerim te pjesa e madhnimit të Allahut nëpërmjet betimit. Betimi ka të bëjë me madhnim. Ky çash nuk e madhnon Zotin, menon me rrajt edhe në ditën e gjykimit. Ky pretendon të qenë tokë, pastaj edhe gënjen. Edhe pastaj thot Allah subhanahu undhur kayfa kadhabu ala anfusihim. Shikoj që rrin vetën. Nuk këta e dinë se nuk mund të mëkon ajo vërtet. Ta e dinë. Thot wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Dhe I la kurkun hiç ajo që ata shpifnin. Do të thonë pretendim, pastaj gënjeshtër, pastaj shpifje. Këto janë tri vesët e përcaktimit shirkëror. Do të thonë sigurisht që kena përmendur atë takimin e kaluar, shirku nuk ka motive të kapshme, të pranueshme. Shirku është domethënë puro përcaktim I gënjeshtërt, I shpifës edhe pretendues. Ndaj nuk falet si mëkat.
Ndaj kjo thirrje kam ju bë para këtë krijesave, ku i keni ata të cilët ju keni pretendu për të adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Vazhdon ajeti tjetër që na e sforcon domethënien. Do thonë, kur ata kërkohet për tyne me gjetë për ata që i kanë pretendu, në tubimin e madh, në tubimin e ditës së gjykimit. Pastaj thot Allahu: "Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laytana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin." Po sikur ti kishe pa ata kur të afronte zjarri, kur ta shohin dënimin e zjarrit, edhe thonë më kon sikur ti shmi kthy, mos të kishmi përgënjeshtruar ajetet e Zotit ton, keni vëmend Zotit ton, aty e pranojnë, do të thonë që kjo Zoti i vërtet, edhe të kishmi qenë prej besimtarëve. Kështu që ata ballafaqohen me një ballafaqim të pakthyeshëm. Dhe kjo është më vonë. Realisht edhe momenti i vdekjes është vonë. Mirë, Allah subhanahu wa taala e përmend këtë pikërisht për marrë të çka domethënia e fundit. Cila është domethënia e fundit? Bel bada lahum ma kanu yakhfuna min qabl. Aty tash ka shfaqje është nuk që në shfaqje më përpara. Sepse esenca e besimit nuk është me besuar çka e sheh. Sa ajo nuk quhet besim. Ajo mund të merr emra të tjerë. Domthonë ne nuk thomi besojmë që po e shohim në diçka. Besimi ka të bëjë kur ti e arsyeton me logjikën tënde, me natyrshmërinë tënde, me provat, me thirrjet e shpirtit e kështu me radhë, në diçka që realisht nuk është e prekshme, është ghaib. Është bindja. Pastaj thot Allah subhanahu wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Po edhe mi kthy këta prak kthehen tek kufri dhe shirku dhe thot me të vërtetë ata janë gënjeshtar. Pse janë gënjeshtar? Se këta i kanë tre vese. Pretendojnë, gënjejnë edhe në honën shpifin. Një për arsyeve se si e kanë shpjeguar dietarët pse këta edhe po të ishin kthy sërish do të kishin qenë kësaj. Kur këndjes te kjo pjesa e japin një shpjegim tjetër për përjetësinë e banorëve të zjarrit të xhenemit. Për shembull, dikush thotë, a nuk mundet më kanë për shembull disa mijëra vite mjaftueshme u dënue mushriku? Në kuptimin që ai ka qenë mushrik 60 vite, 70 vite, pse dënohet pafundësisht? Të kjo ato shpjegimi, dietar thonë, kur thot Allahu wala ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun, nëse ata i kishmi kthy prap ata ishin kthy te shirku dhe ata janë gënjeshtar, naipët, çka do të thonë, se ata përjetësisht kishin me qenë mushrik. E nëse ata potencialisht kishin me qenë mushrik tani jetën, Allahu i ka vënë në provë. Ata kanë rrapë i provimit. Është qartë, domthon me përsërit provimin ata 100 herë edhe 100 herë vin. Kështu që Allahu nuk e përsërit provimin, po e let përjetësisht rezultatin e provimit. A është qartë? Domethënë, cili është rezultati i përjetshëm i provimit të rënjes në shirk? Është domethënë zjarri i xhenemit. U vërtetu mo që këta janë për xhenem. Ndaj rrin përjetësisht sepse edhe sigurt ishin kthy, sërish ishin kthy te domethënë te shirku. Ndaj kjo pjesë në vizionat domethënien që na duhet në vazhdimsi, sidomos viseve tona që kanë tradita të shirkut, kanë zakone të idhujtarëve e kështu me radhë, mos me qenë njerëz kokfort, mos mu bën njerëz që në soi të respektimit të traditave të parëve, ku diun çka, hinë në këtë rrezik. Do thonë, kjo është nuk ka diçka në këtë dynjë që ja vlen me rreziku. Në qartë, dikush fjala bie për shembull vazhdon tek adhurimi tek një mauzole i doni evlias, për shembull, shkon ban kurbane ose shkon adhuron lutet diku tjetër krahas Allahut, doni evlias, ku diun çka. Do thonë, pse ta respektojmë ndoshta traditën e shtëpisë ose të fshatit ose të atij përcaktimit çka ata e kanë si fshati ku diun çka, a ja vlen diçka të jetë e kësaj natyre për një kësi dënimi domthon të përjetshëm. Është çmim tepër i lartë i cili nuk ja vlen në asnjë mënyrë. Kjo është drejt një thirrje për gjithë shikues që me pas kujdes me i kontrollu vetët e tyre, veprat e tyre, edhe me u pendu në këtë botë derisa ende kemi kohë, e mos më e lënë që pendimin me shty atë gjatë sa që pastaj me dalë për Allahut edhe më thonë sikur të ishim kthy ishim pendu, sepse momenti i pendimit, koha e pendimit nuk është nesër, mirë po është sot edhe është më një herë. Pastaj është mirësim, vazhdojnë Allahu i madhnuar edhe na sjell në vëmendje apo na sjell pa edhe një pjesë tjetër që ka të bëjë me hipokrizinë e këtyre njerëzve edhe në këtë botë, të cilët nuk janë drejt, nuk janë sinqert as me vetët e tyre, aq më pak me të tjerët, pastaj as me Allahun e madhnuar. E shërë kur janë të ngushtuar në ankth, në gjendje të vështirë, i drejtojnë Allahut me lutje. Por së shpëtojnë, pastaj domethënë i kthehen prap idhujtarisë së shirkut, për me dalë në botën tjetër edhe me thonë sikur na kishte kthy, na ishim penduar dhe na kishim pranuar, Në vërtet realisht edhe në dynjë, këto tendencat e tyre për me vërtetuar sikur të na ishin dhënë një shans do të kishim qenë të tjerë, Allahu ju jep njerëzve shansën këtë jetë. Dhe secili prej neve i ka këto situatat ku Allah i ka dhënë shans.
Madje edhe besimtarët, ata cilët janë devotshëm e dinë shumë herë që kanë gabuar, janë ngut, ose Allah ja ka dhënë një shans për më përmirësu. Mirë, po kjo që në vizon një hoxh, është shumë e rëndësishme për me citu fjalë për fjalë shumë edhe për munol. Thot Allah subhana, قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Thuaj, kush ju shpëton juve kur metni ju në për errësirat e tokës edhe të detnave, në situata ankthi trishtimi, fortunash, vërshimes e kështu me radhë, thot kush ju shpëton juve prej errësinave të tokës edhe detit, teksa i luteni me shumë përulësi, se nëse na kishe shpëtuar Zot, na kemi me qenë falëndërues. Nëse na kishe shpëtuar, na kishe nxjerrë prej kësaj situate, ne do të kishim qenë falëndërues. Pra është në paraqitje, po edhe në thelb lutje e sinqertë duket kjo. Po, ajeti i dytë e tregon realitetin këtu, thotë: "Qulillahu yunajjikum minha min kulli karbin thumma antum tushrikun." Thotë Allah është ai që juve ju shpëton edhe në terret e detit të tokës, edhe në çdo karb, në çdo ankth, në çdo mërzi, çdo ngushëllok, po prapë ju i ktheni shirkut. Kur vjen momenti që ju liroheni nga ngushëllok, i ktheni shirkut. Këtu unë kisha pas dëshimin në vizu 3 gjëra. E para, pse njerëzit kur janë ankth të madh i lutën vetëm Allahut? Pse njerëzit kur janë trishtim të madh i lutën vetëm Allahut? Sepse këtu vjen domethënia që në ato momente dobësohen lidhjet e tjera. Dhe ne jemi në rregull të jetik, që na duhet gjithëherë, sa herë që dobësohen lidhjet e tjera, forcohet lidhja e natyrshme me atë që na ka punë në ekzistencë. Ndaj ai në atë moment nuk reflekton në bazë të ligjëratave, në bazë të librave, në bazë të shpalljeve. Ai në atë moment reflekton në bazë të asaj që është skalitur mrena. Domthonë u kupotën lidhjet me tokën, u kupotën lidhjet me njerëzorën, me sebepin, me të mundshmën që është e prekshme, e atash aktivizohet lidhja me Allahun subhanallahu. Ndaj na gjithëherë duhet me analizu këtë si domethënie të qendrore në fetari. Nëse njerëzit shohin krizën fetarit në tyre, nuk ka stabilitet, nuk ka qëndrueshmëri, lidhjen e tyre me Allahun, ke bie që zemra është lidhur me dikant tjetër krahas Allahut. Dhe kjo është situata më e keqe kur herë lidhet me Allahun, herë lidhet me dikë tjetër, herë i lutet sinqerisht Allahut, herë i lutet dikujt tjetër. Kjo është situata më e keqe, po situatat më të buta, kushtimisht thonë, ju ndodhen edhe njerëzve që nuk janë mushrikin, janë musliman, po janë lidh për të mirat e dunjas, janë lidh për pasionet e ndryshme, dhe ato pastaj i krijojnë një lloj mjegullash që mos më e pa çaq jetike, çaq të madhe, çaq madhështore lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Ktu është edhe një filozofi që ndoshta është e rëndësishme me potencu, është filozofia e përplasjes mes natyrës fillestare dhe deformimit të njerëzit. Do thonë njeriu është deformuar dhe është përcaktuar te shirku. Është deformuar bot kuptimi i tij, është shpërfytyruar edhe ka përfunduar te ideja që mundet një krijesë mu adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala. Edhe kur vjen, domethënë momenti i të keqës, i sfidës, momenti ku ti sheh absolutësinë e Allahut që në situatë veç absoluti mundet me të pështu, në atë moment domethënë kjo përplasje mes natyrës fillestare, mes fitrës, edhe mes përcaktimit të gabuar dhe deformuar, pastaj del gaznimitari domethënë natyrshmëria dhe kjo lut vetëm Zotin. I kristalizohet rëndësia i kristalizohet në diçka që është skalitur domethënë tek një. Ndaj na duhet këtë me investu në vetvetet tona, po tek fëmijët, tek brezat e ri, me ja urrit natyrshmërinë. Sa më shumë që ju ruhet njerëzve natyra fillestare, aq më predispozuar janë për me u nënshtruar tek Allahu, edhe tek të vërtetat e Allahut, dhe kuptohet thirrja është që njerëzit mos mu përcaktuhen fetari edhe në domethënie të sakta përkohësisht. Se ti shkon për përkohësisht, këta në momentet e trishtimit kanë qenë shumë sinqert. Domethënë, sigurisht e kena rastin e ikrimës, kur ik, sepse ka qenë jo jam nistum pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ik që të mos ta kape ndërshkimi ligjor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj duhon në një prej dallgave të detit i lutet sinqerisht Allahut, e pastaj Allah e shpëton. E pastaj thotë nëse ky Zot më shpëton në këtë situatë, sigurisht kam shpëtuar si çdo situatë edhe vend te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe islamizohet edhe shpëton domthon prej atij ndëshkimit, kuptimin që e ka kuptuar që domthon me që ky është Zoti i madh i vërtet që mu më nxjerr prej situatave sikletshme të jetës edhe situatave të vështira, po ky është ai që meriton më adhuru kur na jena në rahati dhe jena në komoditet. E shfrytëzon pra hoxh, më fal që po të ndërprej, e shfrytëzon pra një moment të kristalizimit të kuptimit natyrshmërisë dhe rëndësisë që e ka raporti i tij me Zotin, edhe e shfrytëzon që seriozisht me vendos edhe me u kthy. Edhe me qenë kthimi i përjashtëm. Jo i përjashtëm kuptimin që kur s'ka më pas ndonjë krizë ose ndonjë lëkundje, po nuk ka ripërcaktim. Kthehesh tek tauhidi dhe jeton deri në ditën e fundit. Kthehesh te suneti dhe jeton deri në ditën e fundit. Kthehesh tek devotshmëria
dhe të deri në ditën e fundit. Allah na boft për atyre që e kuptojnë rëndësinë e kësaj çështje dhe që gjithmonë zemrat e tyre janë të lidhura me Allahun e Lartësuar sinqerisht edhe me të vërtet, meqense një zemër e cila është e lidhur me Allahun e Lartësuar, pa marrë parasysh sfidave, pa marrë parasysh rreziqeve, pa marrë parasysh gjendjes, rrethonave, e din që gjithmonë ka shpëtim dhe rahati për to. Hoxh Blerim, nëse vazhdojmë tek ajete e tjera edhe shohim vargun e profetëve të cilët përmenden në Kur'anin Fisnik. Shohim që ata kanë një fill të përbashkët, një emrus të përbashkët, e që është udhëzimi i tyre. Thirrja e tyre i ka disa emrus të përbashkët pastaj. Edhe ato janë që ajo thirrje në tërësinë e saj, që ajo përmbajtje është për neve një set i normave dhe i rregullave, të cilat nëse i aplikojmë, i kishim pas një shoqëri të rehatshme, një ambient të sigurt, e mbi të gjitha edhe si individ ishim bu njerëz të mirë dhe me moral të mirë. Decisivisht pra çush na drejtohet Allahu i Madhërum që mi pas parasysh këto kuptime. Po hoxh, Allahu i Lartësuar në vazhdimin e ajeteve të kësaj sure madhështore, pasi që vetëm se e tregoi hoxha mirësim që Allahu i Lartësuar i ka sprovuar njerëzit, i ka vendosur në sprov, tash e sjell Allahu i Lartësuar një shembulltyr të njerëzve të cilët e kanë vënë këtë provim me sukses. Dhe tregon se cilët janë këta njerëz të suksesshëm që kanë kaluar me sukses në këtë provim dhe që pejgamberi jon së bashku me sahabët dhe ne si pasues të tyre që t'i pasojmë dhe t'i marrim për shembulltyr këta. Dhe vazhdon Allahu i Lartësuar sikurse në asnjë vend tjetër i përmbledh një mori të pejgamberëve me një vend në këtë sure, saktësisht në ajetet 84 deri 90, pasi që përmend me emra secilin. Pasi që tregon një herë për Ibrahimin alayhis salam dhe vazhdon me ia përmend begatitë apo suksesin që arrin Ibrahimi alayhis salam, tregon Allahu i Lartësuar duke i përmendur me emrin gjithë secilit prej këtyre pejgamberëve. Dhe thotë: "Wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub", e kemi dhënë Ibrahimit alayhis salam, e kemi dhënë Ishaqun, Jakubin, kullun hedejna. Dhe nëse shohim se të secili përshkrim për këta pejgamber, Allahu i Lartësuar përmend udhëzimin e tyre. Dhe ai emrusi përbashkët i tek grumbull të kjo elitë e njerëzve që Allah i Lartësuar i tregon pejgamberit për i marrë për shembulltyr. Njëkohësisht na tregon neve se këta janë elita, këta janë ata shembulltyra e artë që i kanë të kaluar të gjitha sfidat në këtë botë dhe janë më të shpërblyurit në ahiret. Janë modeli i individit edhe shoqërisë që duhet me ndjek. Pikërisht. Allah i Lartësuar na tregon se begatinë të cilën ja u ka dhënë ka qenë udhëzimi, ka qenë shpallja, ka qenë libri dhe urtësia të cilën ja ka dhënë. Prandaj Allahu thotë: "Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwa." Këta janë ata të gjithë, pasi përmend me emër i përmend Ishaqin, Jakubin, e përmend pastaj Sulejmanin, Jubin, Nuhin, Jusufin, Musen, Harunin e të gjitha pejgamberë. Një pjesë të mirë të pejgamberëve përmendën. Një numër i madh të pejgamberëve, sikurse asnjë vend tjetër nuk janë përmendur kështu gjithsecili të radhitur me emër. Dhe të gjithë Allahu i Lartësuar ja u përshkruan me nga një cilësi, me çka janë veçuar ky grup i pejgamberëve. Dhe në fund thot Allahu i Lartësuar, duke i drejtuar pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ta wa hadainahum ila siratin mustaqim. I kemi udhëzuar në rrugën e drejtë. Kjo çfarë na ndërlidh neve në surën Fatiha, të cilën vazhdimisht e lutim Allahun e Lartësuar, ihdina siratal mustaqim. Pra është sikur një përkthim apo një tefsir i pikërisht atij ajetit se kjo rrugë e drejtë, të cilën Allahu i Lartësuar i ka begatuar janë këta pejgamber. Pra shpjegimi i Fatihas gjendet në një pjesë shpjegimeve është në këtë surën An'am. Pastaj Allahu i Lartësuar tregon duke i drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Ulaika alladhina hada Allah." Këta janë ata të cilët Allahu e ka përsos udhëzimin te këta. Tash merrem moment kur Allahu i Lartësuar përderisa surja është Mekase, i ka zbritur para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë fillimet e sahabeve, është një numër i vogël i sahabeve, po i tregon se edhe këta pejgamber ka pas prova, edhe këta pejgamber kanë hekë me popujt e tyre. Po këta janë ata të cilët Allahu i Lartësuar ka plotësuar udhëzimin te këta. Merrin këta për shembulltyr. Dhe thot: "Fa bi hudahu muqtadi." Ndjekni shembulltyrën dhe udhëzimin e tyre. Mirë po, çfarë Allahu i Lartësuar përmend këtu dhe çfarë ne duhet kemi kujdes. Përderisa përmendëm që Allahu i Lartësuar në këtë sure si tematikë dhe boshtë i kësaj teme është tauhidi, Allahu i Lartësuar përmend këtu një kërcënim, sikur edhe pse këta janë pejgamberët shembulltyra jon, kanë arritur sukses dhe i kanë të kaluar gjitha këto provime. Mirë po, vetëm sikur të paramendohej, që nuk ndodh për i tyre, se Allahu i Lartësuar i mbron pejgamberët, po vetëm sikur të paramendohej që të binin në gjunahun e shirkut. Në dhëtari, thot Allah: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Sikur vetëm të bënin shirk, që kjo nuk paramendohet për ta. Po Allahu i Lartësuar e përmend këto që neve të na friksoj, që neve të na kërcënoj, që neve të na tërheq vëmendjen, të na heq
Pra nëse themi, nëse atyre do t'i shkatërroshin veprat, që veprat e tyre janë... Kush janë ata? Bëmat e tyre, çfarë sakrifica kanë bërë ata? Dhe kush janë ata pejgamberë? Atëherë kush jemi ne? Kush jemi ne që ndjemi të sigurt? Edhe Allahu kur e përmend këtu, la habita anhum ma kanu ya'malun, do të bëheshin hije pluhur, do të shkatërrohen sikur mos më qenë hiç. Çfarë vepra kanë bërë ata? Nëse shikojmë vetëm Ibrahimin alayhis salam, nëse shohim Davidin e Nuhit alayhis salam, apo ulul azmi në përgjithësi, gjithë ato bëma, gjithë ato vepra kolosale, një gjëna me përfundu jeta me ato, Allah na ruaj, na ruaj familjet tona. Prandaj edhe shohim se gjithë pejgamberët janë lutur në kryet e tyre, Ibrahimi alayhis salam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për familjet e tyre që t'i ruajnë nga idhujtaria, që t'i ruajnë nga shirku, për shkak të rrezikut të madh që e ka. Ti shkatron veprat në këtë botë dhe në botën tjetër ki përfundim të dëmshëm. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Pra është një moment reflektimi për gjithë neve që me u kujdes me mbrojt veprat tona nga shkatrimi. Rruga më e shpejtë e shkatrimit të gjitha veprave është shirku, prandaj është besoj që tepër më rëndësi të kemi kujdes, të kemi kontroll plot me veprat tona, duke i kontrolluar vazhdimisht, dhe të kemi një kujdes të vazhdueshëm në mënyrë që mos bim në mëkat të madh i cili është shkatrues. Dhe ngadalë po vim edhe nga fundi i këtij takimi, në fund vetëm një reflektim ndoshta është mirë tek ajetet 95-97 të kësaj sure, ku Allahu i Lartësuar i përmend disa prej shenjave, krijesave të tij në këtë tokë, errësirën, dritën, i përmend farat, i përmend bimet, natën, ditën, diellin, yjet, orientimin, e kështu me radhë, i përmend në varg këto, edhe thotë në gjitha këto ka shenja për besim. Do të thënë gjitha këto është një thirrje drejt për drejt e Allahut të Lartësuar për tek njerëzit në përgjithësi me reflektu edhe me pranu ekzistencën e krijuesit, i cili ka sjellë gjitha këto të mira dhe begati për neve, e pastaj me kalu edhe tek veçimi i Allahut në adhurim. Pra, ky takim, nëse e përmbledhim, na e ka dhënë një vit drejt me na tregu cilat janë të mirat e lejuara, të cilat duhen mu pasu me mirënjohje, pastaj kemi folë për shenjë të rit, kemi dalë deri tek siguria morale, prej normat e fjalës deri tek përgjegjësia për Allahut të Lartësuar, prej thirrjes profetike deri tek udhëzimi praktik, edhe prej krizës së shirkut tek përjetësia e tauhidit. Kjo është e gjitha për këtë takim. Inshallah takojmë në takimet e ardhshme. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا